Një pyetje prej shejtanit. Shejtani e ban këtë pyetje. Edhe Allah është dëshmitar që mos më pakon hadith, kur nuk e kisha kallëzu këta. Po është hadithi Rasulit alayhi salam, do të thonë Rasulullah alayhi salam na kallzon por morujt që kur të ban shejtani këtë pyetje, me di çka më bë. Pyetje që ta ban shejtani, ruaju për kësajna. Kjo pyetje është jashtëzakonisht e vështirë. Allah na ruajtë në një moft gjithmonë. Lutem Allahun azza wa jall me na bë për atyre që mbështetemi te Allahu azza wa jall me veprat tona, me sinqeritetin ton, me mbështetjen tonë te Allahu azza wa jall, me sala, me vepra, me këtë këto mbështetemi te Allahu azza wa jall, edhe him në pushtetin e Allahut azza wa jall, që ka thënë Allahu azza wa jall, nuk ka pushtet shejtani ndaj atyre që kanë besu. Edhe mbështetën te Allahu, ndaj këtyne nuk ka pushtet shejtani. Allah na ruaj. Pyetja e shejtanit është kjo, musliman. Shejtani i ban njerëzit me vet. Atë këtyn qiet tokën, kush i ka kriju? Se dihet përgjigja, Allahu azza wa jall. Tani vezveset e shejtanit. Mua kush më ka kriju? Kjo nuk është problemi. Allahu, edhe tani vazhdon. Unë po them kështu për me kanë më qartë për njerëz. Në atë kuptimin, kush e ka kriju Adem? Këtu fillon ka pak Adem, Allahu azza wa jall. E qartë edhe kjo, ama kena nis me shku ka fillimi. Tani vjen pyetja e shejtanit. Allah na ruajtë na bashkov gjithmonë punë të hajrit. Thot Muhammed alayhi salam, tani vetë shejtani e Allahun, kush e ka kriju Allahun azza wa jall? Allah na ruaj. Kjo është pyetje për shejtanit. Edhe ne po them, sikur të mos i shkan hadith, kur nuk kish guxu kush për muslimanëve me thon këta. Kjo është hadith për më kallëzu njerëzve që runë se ka më ardhur që kjo moment kur shejtani ka me vet kështu. Ty ka me vet. Se cilën për njerëzve. Ka mu mënu spaki me a ba këtë pytje. Kush e ka kriju Allahun azza wa jall? E nëse ta ban këtë pytje shejtani, çka me ba? Ka thonë Muhammed alayhi salam. Alhamdulillah rabbil alamin për këtë din. Ka kallëzu Muhammed alayhi salam, çka me ba? Shumë e thjesht. Me thonë, si ta ban këtë pytje shejtani? Me thonë, amantu billah. E kum besu Allahun. Jam shel dyrt. Kaj dyrt jam shel. Amantu billah. Që ta që ja u kam mësu Allahu azza wa jall krejtve. Kejt muslimanët e din qëta. Amantu billah. Kum besu Allahun. E kum besu Allahun azza wa jall. Si të vjen shejtani me që si vezvese, thuj qështu. Amantu billah. E kum besu Allahun azza wa jall. E me këta e gjunë fund pusi. E dim se ajo lodh, ai ka bo punë madhe dhe i kam rrin këtë pozit. E kur kam rrin këtu me ta bo këtë pyetje ti ja ke qit. Amantu billah. Këtë knina jo. Jo knina. Jo me mua. Por shkak se unë e kum besu Allahun. Domethënë ti e din tash me kanë. Ki punë nëse mua. Elusëm Allahun azza wa jall na bë për muslimanët mirë.